إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun xhalla shane falendrojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatat, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima, dhe mbi ata muslimanë të cilët e dëshmojnë veten me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Xhamat e pranishëm, kur Allahu xhalla shanuhu deshti ta krijon Ademin alayhis salam, ju tha melaçeve: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." O ju melaçet, unë do ta krijoj një njeri ku do ta vendos të jetë më këmbës në tokë, pasardhës, do të ketë përgjegjësi ky njeriu, kam i qurnat Allahu xhalla shanu në vend të kështu me radhë, do të jetë përfaqësues i jem në tokë, khalife, njeri i cili do t'i çon urdhnat Allahu në vend. Melaçet i thanë Zotit: "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima." Thot: "O Allah, a ke me vendos në tokë një njeri i cili kam i thi urdhnat Allahut në vend, i cili do të bën fesat, i cili do të derdhë gjak." Nuk e ditën me laçët se Ademi a.s. apo njerëzimi do t'jenë për atyre që do të derdhët të gjaku mes tyre, por ata e kishin me laçët, e kishin një çfarë njohurie, sepse ma herët gjinët me zveti janë përla, janë ndesh, apo kanë pas fesad, me zveti edhe është derdhë gjaku të ata, edhe i thënë Allah të Allah, pse po e krijojnë një njeri në tokë, ku se nejna të i pa ata e gjinët me zveti duke u përla, po ndoshta edhe kjo krijesa Ademit a.s. apo njerëzimi, do të kete fesat me zveti, edhe do të derdhë gjaku mes tyre. Allahu xhalla shanuhu i thotë në fund të melaçeve: "Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun." Unë e di atë çka ju nuk e dini. Andaj njeriu, nëse e respekton Allahun xhalla shanuhu, është krijesa më e mirë çka Allahu xhalla shanuhu i ka kriju prej krijesave të tjera. Po nëse një njeri i cili nuk e ngan Zotin e vet, është njeriu më i poshtër se sa çdo krijesë që Allahu xhalla shanu ka krijuar në tokë. Pastaj Allahu xhalla shanu i thot melaçeve me i ran sejdë, qalet uluna rabbuka usjud li Adama, me i ran sejdë Ademit alayhis salam, fasajada illa al malaikatu. Këtë i ranë sejde, melaçët i ranë sejde, përpos illa iblise eba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Përpos iblisit, lanatullah alej, nuk i ranë sejde Ademit a.s. Melaçët i ranë sejde, momentin që Allahu xhalla shanu krijoi njeriu, melaçët krijesa tjera i ranë sejde, e iblisi eba u bo mendje madh, edhe u bo mohues. Atëherë Allahu xhalla shanu e largoj iblisin a.s. e dëboj nga mëshira e vet, e mallkoj iblisin a.s. e iblisi në këtë rast iblisi lanatullah alej u largun nga mëshira e Allahu xhalla shanu dhe i tha Allahut: "O Allah, i besoj te Zotit,
po i tha, o Zot, a ka mundësi me mlanë mu me një afat, edhe po bëj beje se one kam i largu njerëzit të sinqert nga rruga jote. Une do të bëj xhamat më shumëti për ditë kiametit për në xhenem. Edhe une do t'jem për atyre që do t'ju vi njerëzive për para dhe për mas anësh dhe mbonësh, do t'ju bëj vezvese vetëm e vetëm të më pasojnë mu, me pasu iblisit. Lanetullah alej. Atër Allahu Gjelleshanu të thumë, o khruj, del nga mëshira Allahu Gjelleshanu, edhe kejt ata që do të pasojnë ty, do t'jenë në xhehenem. Nga ky rast, ne kuptojmë se iblisi është armiku i parë i njerëzimit. Armiku i parë i njeriut është iblisi i lanetullahi alej. Pra thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinun min al-jinn. Çdo njeri i cili lind këtë botë e ka me veti, ka një karin, ka një gjin me veti, ka një shejtan me veti. Andaj çdo njeri që është në dunjë e ka një melaçe edhe ka një gjin me veti. Si cili mundohet me krej ka rruga e vet. Gjini, shejtani mundohet me të krej ka rruga e tij, edhe melaçet mundohen me ta bod këtë dënjo, me mu afru të Allahu Gjelleshan në përmes të dënjos. E Allahu Gjelleshan neve në të vrejkën duke në thonë, elem ahid i lejkum ja beni Adem en la ta'budu shejtan, innehu lakum adu mubin. O bita Ademit, a nuk ju kam porosit juve që ju mës të adhroni shejtanin, sepse vërtet ajo është armiku i juaj i hapo. Andaj armiku i parë i njerijut është shejtani, lanetullahi alehi. Shejtani është shkak fillestar nxitës për çdo lloj vepre të keqe. Njeriu që ka bën ndonjë vepre të keqe në dunjë, fillestar nxitës që e shtin ato shejtani. E sot do t'i cekim apo do t'ja nisim me i cek disa mënyra se si mundohet shejtani me i deviju njerëzit. Ku mundet shejtani me hite njerëzit, me i deviju edhe me i bot xhamat të vete. E para kanë thonë njeriu i cili nervozohet, zemrohet shpejt, ati është shejtani. Sepse momentin që njeriu nervozohet, vjen shejtani dhe ja bllokon mendjen, ja merr mendjen, ja zotron mendjen, ja zotron shikimin, ja zotron dëgjimin, edhe ai mo nuk logjikon më shejtani. Ai bën vetvrasje, ai vret, ai pret, ai shan, ai mallkon njeriu ku nervozohet, mo nuk din del pi kontrole. E keni pa njeriu ku nervozohet del pi kontrole. Prat, kur ka një sahabi te pejgamberi alayhis salam dhe i thot ja Rasulullah, au simi më këshillo, pejgamberi alayhis salatu wasallam thot la taghdab, mos u nervozo. Prap ky njeri thot ja Rasulullah, se ka qenë njeriu i cili është nervozu shpejt. Se ka njerëz që nervozohen, po nervoza e tij është dan ngadal, ama njeriu i cili nervozohet shpejt e maj nuk din më çka bën. E keni patin tene, kur bën një punë të keqe, apo ka vra, apo ka pri, apo ka shoh, valla jam kon nervoz. Po mirë be, e dim se nervozi. Po çket nervozën e po dena me ta hek ty. Se çkton shejtani. Se njeriu kur falet normal se nuk vret as nuk pret. Pas nuk shan. Njeriu i cili është në ders nuk vret, as nuk shan, pa i ngon dersën, ngon fjalët e Allahut. Andaj, kush vret ai i cili nervozohet? Pra pejgamberi alayhis salatu wasallam i thot sahabit, la taghdab, mos u nervozo. Mos u zemro. Sepse çto fillon ajo problemi i jot kryesor, se çto e ki armikun, i cili të nxit me punë të këqija. Kan shejtanin. Kush taj njeri i cili nervozohet. E prap ky sahabi thot ja Rasulullah, bën këshillo. Pejgamberi sa thot la taghdab, mos u nervozo. E pastaj ka thonë edhe një ilaç, ka thonë nëse njeriu ka mundësi më nervozu, nëse është në kam, do të më ul. Dikush e bën nervoz, dikush e nervozon, dikush e ofendon, dikush e nguc. Thot nëse është duke hesë në të nalet, nëse është në kam le të ulet, nëse është ullë le të shtrihet, sepse derisa ti qohësh
për me sulmu, ndoshta të kujtohet, apo vetë disohesh. Për këtë shkak pejgamberi se neve na ka kallëzuar disa etapa, se mos u banti i në kom edhe me një me bohoxhum ndaj armikut apo ndaj atij tjetrit i cili të ka ofendu, të ka shoh apo të ka bërë diçka. Po thot nëse i në kom ulu, nëse i ul shtriu, sepse të marrë pak vakt derisa vetësohesh, derisa çohesh ti ndoshta vetësohesh edhe gjaku, bie tensioni i gjakut. Ama kur i në kom ai çon ti shon, ai çet diçka edhe ti çet diçka, edhe pastaj vjen deri te belaja, deri te vrasja. Fillimi i problemeve, i punëve të këqija është shejtani taj njëri i cili nervozohet. Për këtë shkak duhet me pas kujdes te nervoza. Nëse nervozohesh, largo. E je temperament, nëse dikush të ofendon, largohu. Lene, sepse shejtani të ngut, se që ati shin shejtani, që këto është shejtani me ty, te ai njëri i cili nervozohet që me nxit ma shumë, edhe deri të vjen te belaja. E dyta, shejtani është ai njeri i cili e don dunjon shumë. Apo qëllimi i jetës të tij është dunjoja, te parja. Njeriu e don pse ka parë, njeriu e urren pse s'ka parë. Kur ka parë është shok i mirë. Jep një kafe valla shok i mirë. Nuk jep një kafe është shok i keq. Andaj armik edhe mik e ban për shkak dunjos. Allahu Gjellëshanu neve na tregon në Kur'an duke na thonë le shejtani ju thot njerëzve le uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Thot do të azbukuroj mëkatet të mirat e dunjos edhe do t'i devijoj shumicën e njerëzve ku shejtani. Andaj mundohet ai njeri i cili e ka çka cilësi të keqe. Se shikoni, secili ndoshta e don dunjon. Po në dunjoja mos me kanë qëllimi kryesor i jetës tënde. Dunjoja me kanë dorën tënde, jo në zemrën tënde. Shumë e rëndësishme është me kuptu se dunjoja është mjet për me fitu xhenetin, e nuk është qëllimi i jetës tënde. Se dikush mendon se une qëllimi i jetës tënde është me arri miliona. Jo. Qëllimi i jetës tënde është ti me arri xhenetin. E nëpërmes dunjos me fitu xhenetin. Jo, vallai, unë në dunjo të knashna, po në ahiret çka dojnë të bëjë Zoti me mua. Nuk ban kështu me thonë. Dunjoja, sepse shejtani e shtin njeriu nëpërmes dunjos me dash njeriu edhe me urrej njeriu për shkak parave, pasurisë të dunjos. A ne dim se dunjoja thot Allahu Gjellëshanu, wa ma al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Thot nuk është kjo dunjo vetëm se një kënaqësi mashtruese. Kënaqësi përkohshme, kënaqesh pak 5 minuta, 10 minuta në sat, pastaj andaj nuk është qëllimi i jetës tonë mu kënaq, në thon dunjo, edhe me arru ahiretin. Qëllimi është nëpërmes dunjos me fitu ahiretin. Dunjoja është kriju për ty. E nuk je kriju ti për dunjon. Allahu dunjon e ka kriju për ty që ti nëpërmes dunjos me fitue xhenetin. Për ato pejgamberi alayhi salatu wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, wa abdul khamisa. Thot i mjerë ai njeri, apo i humbër qoftë robi i dinarit, robi i dirhemit, robi i luksozit këtë botë. Thot kur ti jep atina bosh i mirë, kur si jep i keq ai njeri. Andaj kur ka parë, si unë s'ka. Kur s'ka parë, njeriu më i keq. Andaj kështu nuk ban. Për këtë shkak, në këtë mënyrë, shejtani vjen dhe ban vezvese ta njeri i cili e ka qëllim në zemrën e tij dunjon. A ne dim se pa dunjon normal ndoshta edhe ibadetet, adhurimet, as në haç se shkon, as numrat se shkon, as në Ramazan apo as namaz apo sende s'mundesh me bë. Ama mos jetë qëllimi kryesor i jetës tonë dunjoja, po të jetë mjet e jo qëllim i kësaj bote. E shejtani këto e zë njeriu. Kur njeriu zemrën e tij e ka mbush me dashurinë e dunjos, vjen shejtani dhe e mashtron. Dhe shiko filoni, shiko aloni, ke dush me dash, sepse ky ka parë, ky ta çanros një kafe, ta çanros një sok apo një sandviç
ama ketë me ketë largohu, se ki ka fukara, ki nuk t'jep ka, ki nuk ta jep një qaj, nuk ta jep një kap. Ande, kështu dëban mik dhe armik në përmes dunjos. Kush shejtani, la'natullahi alej. Edhe pse ka shumë pika, në thonë ku shejtani mundohet në mënyrat e veta më u fut tek njeriu, për te me dal ushtar i ti, ne lusim Allahun xhelle shanuhu që pika tjerë do t'i shpjegojmë javën tjetër me lejen e Allahut. Ne lusim Allahun xhelle shanuhu që Allahu të na mbron nga shejtani i mallkuar. Lusim Allahun xhelle shanuhu të na largon shejtanin nga vetja jon. Lusim Allahun subhanahu wa taala që gjunat e tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu magfiret na ban, Jannatul Firdaus nasib të na ban. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.